Si po ja kalon vllazat në hiking? Elhamdulillah, fol Zotit do kënaqem shumë. Edhe sfidë edhe kënaqësi. Më shumë bukur. A është ky hikingu i parë për ty? Po, fiks. Ky është hikingu i parë. Çfarë ndjenja ke? Po sfidë, një të kohë edhe kënaqësi, pak vështirësi, po fol Zotit e kalum që është mas mirë. Po të interesant që ja ke nisë bashkë hikingun e parë në majën më të lartë në Kosovë, Gjeravis. Se tash çdo gjë ka me të dukt më e lehtë. Fiks. Mirë, a mundesh me tregu pak a shumë çysh ja ke nisë më fales, sene? Po, mi kam gjimnaz, vitin e parë, gjetorin e parë, edhe një ditëve një profesor, në fund të torës, në fund mësimit, i ka thonë do fjallë që ju konë pak dështira, pak dërteta, nuk e di qysh ju m'di, po ai do më thonë fund mësimit tha mësoni mësimat mirë, mësoni me logjik, me kuptim, mos i mësoni mësimat që mësoni musliman doft, pa e ditë kuptimin, pa e ditë çfarë po thonë, po veç për mesh. Kjo ka pak goditse për mu, nuk e di as vetë qysh ju m'dje, vetëm se mizë s'kum prit me përfundua ajo orë, edhe ajo ditë të mësimit, edhe me njerë kam shku të hoxha i qytetit. Ju mi mrena më konë zyrë hoxha, në ato ditë ka pas dalë libri, botimi parë i doktorit, djaloshi më i mbugur në botë, më i men hoxha, i qytetit konë të e lezu atë liber, edhe i tregova hoxha se qështë profesor historisë. Hoxha u mahnit, u ngejke me shumë vëmendje, edhe ashtu që ama librin, po të më lezu. E ku marrë librin edhe për një ditë e gjysë dy, e ku më lezu me një frim. 404 faqe më i meni ka pas, me një frim e ku më lezu. Edhe ka dorë Zotit tani, pa ta fillu me falë, do më thonë, prej asoj libër, prej qati ngjarje, prej qatyve shkëndia, nëse mu i mi qujtë kështët, pa ta fillu me falë vetëm sabajnë edhe akshamin. Nuk e di pse, po dhe mek mos më gutë, që shtët. Edhe ka vazhdu kjo, do më thonë, dykon 3-4 muj besoj që shtët vetëm sabajnë edhe akshamin. Edhe një ditëve kemi shku musafir me vllahun tem dykon. Nejtëm sene mirë, erë vakti akshamit e falëm bashkarisht. Kur erë vakti jatsis, i zoti shpis ta hajde me falë jatsin. Thash, po jo, thash se thash vetë sabajnë edhe akshamin e fali. Jo, më tha, duhet edhe jatsin e fali, duhet edhe këto tjerat. Edhe pse, edhe prej asoj kohë, alhamdulillah, ka dorë Zotit që, do më thonë, e krym këtë obligim, sikur se obligime tjera. Alhamdulillah, ngjarje mjaft interesante, se si ta pas ka mundësu Zoti me u kthy në rrugën e tij. Se nga njerë disa njerëz bashkë që e luftojnë islamin, mundohen me ofendu, me bullizu, dhe çka e shtojnë. Andaj u themi këtu e komunista që përna luftojnë, sen së në bani, abden, për vejtë e keni, bëllë mirë pa thonë a i veterani. Veç ka mushtu islami edhe ma shumë. Po, fiks. Edhe po, ne desëm prej mlejf e tyre. Kështu që, alhamdulillah, rinia pështuën çdo ditë ma shumë, peshojnë që rrugë tjetër s'ka, pështim tjetër s'ka, rrugë tjera janë ose droga, prostitucioni, krimet, ose ekstremizmi, kështu që rruga e mesme, po është mu falë, mu bo njeri mirë, i do beshëm për shoqërinë, që kjo është ajo që kërkohet prej. Po, është goja të lumë, ca i. Zotë shpërlit. Amin.